Vetëm do më thua, ç'a I thosha aty gjithë kohës në vesh, se nuk e mora vesh. Ha? Punoj në të njëjtin televizion? Ha? Pse konsulte kishte atë çu në vesh? Jepe që mikrofonin. Po ç'a konsultohesh gjatë gjithë kohës? Po jepe para pak mikrofonin tash. Po ç'a pyetje të bësh ti tash, ti do bësh pyetje përpara kolegës. Tani ti dukesh nga larg që edhe djalë qytetar tani prit. Po kolegë. Po. Më fal, do ta jap më një herë. Ku ndjes? Urdhë. Razila Myslimaj nga Report Televizion. Zoti kryeministër. Çfarë po I thosh aty në vesh gjithë kohës? Ja, pak rëndësi ka. Ja, edhe ai të mësoj të si gënjesh, po ti nuk do gënjesh. Më thuaj. Pak rëndësi ka, sepse nuk ishte lidhje me temën. Po pas kishte lidhje me temën, ajo u pa shumë e qartë, po ishte konsult intime. Më thuaj. Intime jo, po një. Jo, intime në kuptimin domethënë ishte një muhabet tjetër. Doja t'ju pyesja në fakt lidhur me disa reagime të ashpra tuaja